Gjendja në Ballkan ka ndryshuar jashtëzakonisht shumë nga ajo që ishte para 10-15 vjetësh. Nga luftrat në Bosnjë, Kosovë dhe mbi 1,5 milion të zhvendosur dhe rreth 100.000 të vrarë, tani vendet e rajonit të Ballkanit kanë bërë mjaft përparim. Admirali amerikan James Stavridis, komandanti i Komandës Amerikane në Evropë dhe komandant suprem i Aleancës së NATO-s në Evropë, thotë se megjithëse ka ende tensione, rajoni duket se po ecën drejt stabilitetit dhe integrimit të plotë në NATO. Me zotin Stavridis bisedoi kolegja e Shërbimit Serb të Zërit të Amerikës, Jela De Franceschi. Slovenia, Kroacia dhe Shqipëria janë anëtare të NATO-s dhe kjo ishte e paimagjinueshme para 10-15 vjetësh, thot admirali amerikan James Stavridis. Tani nuk mund të bëhen më hapa pas. I would say overall the situation in the Balkans remains one where we can't fall back. Unë do të thosha që gjendja në përgjithësi në Ballkan mbetet në një fazë ku ne nuk mund të kthehemi tek situata që ishte para 10-15 vjetësh, por a ka ende tension sot? Sigurisht që ka. Zoti Stavridis thotë se duhen krijuar kushtet ku vendet që duan të antarësohen në NATO të kenë mundësinë të ecin përpara, por në të njëjtën kohë u duhet kushtuar vëmendje tensioneve në gjithë rajonin. Admirali amerikan thekson se siguria në Kosovë është përmirësuar dhe kjo është pasqyruar tek paksimi i trupave të KFOR-it. I'm confident that I will be able to continue to reduce the troop presence in Kosovo. Jam i bindur se do të jem në gjendje të vazhdoj paksimin e trupave në Kosovë nga 9.000 në rreth 5.000 gjatë muajve të ardhshëm, pra unë shoh përparim. Zoti Stavridis ndjehet optimist se edhe problemet që ekzistojnë tani në rajon, si kontrabanda, trafiku i qenieve njerëzore, narkotikëve e tjerë, do të arrijnë të zgjidhen përmes një bashkëpunimi më të mirë rajonal. And I'm encouraged by what I hear coming out of both Belgrade and Pristina. Ndjehemi inkurajuar nga mesazhet që marr nga Beogradi dhe Prishtina dhe besoj se këto dy vende do të përpiqen të zgjidhin mosmarrëveshjet që kanë përmes dialogut. Ky është pikërisht mesazhi që mora kur vizitova Beogradin. Disa nga vendet e Ballkanit po japin kontributin e tyre tashmë në misionin e NATO-s në Afganistan. Admirali Stavridis thotë se përvoja që sjellin forcat ushtarake të vendeve të rajonit në mision është shumë e vlefshme. It's very effective to me. Mendoj se janë forca ushtarake efikase dhe them këtë edhe për sa i përket spektrit fetar të besimeve të përfshira. Shohim punë shumë të mirë nga muslimanët e rajonit, si shqiptarët për shembull, por edhe nga jo muslimanët si kroatët. Kontributi që japin ata është shumë i rëndësishëm. Zoti Stavridis thotë se është shumë i kënaqur nga entuziazmi që sheh në vende si Shqipëria dhe Kroacia për NATO-n. Ai thotë se dy vendet janë një shembull i mirë i përparimit të bërë në Ballkan dhe shpreson që shembulli i tyre të ndiqet edhe nga vendet e tjera. Ai thotë se NATO-ja është aleanca që mund të nxjisë bashkëpunimin mes vendeve të rajonit për të krijuar stabilitetin afatgjatë.